Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori që vjen nga kryeqyteti, nga Tirana. Bëhet fjalë për Tefta Lamin, një 57 vjeçare, nëna e 2 vajzave, por që aktualisht jeton e vetme dhe duke sikur është braktisur nga të gjithë. Pas shumë viteve martesë, bashorti i saj e tradhtoi me komshin duke e divorcuar dhe u largua. Kjo 57 vjeçare ka marrë guximin të vinë në një studio televizive për të rrëfyer jetën e saj nga momenti që u martua dhe deri ditën e sotme që sigurisht ka ngelur vetëm dhe kërkon ndihmën e studios ton. Kështu që zonja Tefta Lami ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. A je mirë me shëndet? Gjithafit. Mirë me thonë, mirë. Ne jemi sot të dyja në këtë studio për të dëgjuar e dashur Tefta, besoj që ke bërë një jetë të vështirë. Shumë të vështirë. Dhe më vjen keq për atë që do dëgjoj ditën e sotme, por fillimisht më lejo të jap një material, një kronik që gazetaria jon Klaudia ka përgatitur për ju. Ajo ka qenë gjatë gjithë kohës në kontakt me ju dhe me sa mora vesh sot Klaudia ka marrë makinën, ka ardhur të ka marrë të shtëpia për të sjellë në ambientet e Report TV. Po, t'ishte për mua se kisha gjetë. Dhe e besoj dhe e falenderoj gazetaren time që e ka bërë këtë veprim me ju. Mirë, ndjekim materialin që ja kemi dedikuar pikërisht 57 vjeçares Tefta Lami dhe më pas rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e saj. Të jesh nën, bashkëshorte dhe grua në një shoqëri që shpesh vë në provë forcën e femrës është një përvojë e vështirë. Dhe Tefta, 57 vjeçe, është një shembull i kësaj sfide. Ajo martua në moshën 15 vjeçare, një moshë e re për të marrë një përgjegjësi të tillë. Bashkëshorti i saj, 17 vjeç, u dërgua ushtar pak pas martesës, duke e lënë Teftën vetëm me një foshnjë 13 muajsh. Në vitin 2010 jeta e saj mori një kthes të papritur. Nëna e re mësoi se bashkëshorti i saj e tradhtonte me komshien. Komshinët e tjerë i kishin dhënë lajmin, por ajo nuk e besonte derisa e vërteta doli në dritë. Zhgënjimi e çoi atë në një gjendje të rëndë psikologjike, duke detyruar të merrte ilaçe për të përballuar dhimbjen. 57 vjeçaria i ndaloi vajzat e saj të takonin babain, duke menduar se ishte e vetmja mënyrë për t'i mbrojtur ato nga dhimbja. Pas një viti e gjysmë, përkundër të gjitha pengesave, Tefta dhe ish bashkëshorti arritën të pajtohen. Ai u rikthye në shtëpi, duke përpjekur të riparojë marrëdhënien e tyre. Megjithatë, gëzimi i rikthimit ishte i shkurtër. Pasi pas disa muajsh, Tefta mësoi se ai vuante nga një sëmundje e rëndë. Tragjikisht, bashkëshorti ndoroi jetë në moshën 44 vjeçare, duke lënë pas vetëm kujtime dhe dhimbje. Sot, Tefta jeton e vetme në një shtëpi që është e shkatruar, por pavarësisht çdo gjëje, ajo mbetet një nënë e fortë dhe një grua që ka kaluar shumë. E dashur Tefta, nga kronika kuptova që bashkëshorti juaj Agroni është larguar nga kjo jetë. Po, me 8 mars 2012. Të vitit 2012 dhe ka qenë i ri 44 vjeç. 24, me 26 mars kishte datëlindjen mushin dhe. 26 mars. Kishte datëlindjen. Ndërkohë që Regjiana ndihmoi me foton, ndoshta nuk bëj mirë që ta nxjerrin foton e tij. Jo, absolutisht burrime. Bo shumë mirë. Okej, vendosni ju. Shumë mirë. Por ajo që kuptova nga kronika është që ai të kishte tradhtuar, të kishte lënë, të kishte braktisur, kishte ikur me komshin dhe e morë prap në shtëpi. E mora, hoqja divorcin unë. Se isha smur me gjergjëtësi, se pa ta marrë me dashuri. Pse e fale tradhtim, pse e more në shtëpi? E fala se ishte baba 2 fëmijëve. Hoqja kurorën. Dhe vendose prap kurorën? Për i vit, asë vit e sa mund, e mora prap. Ja hoqja kurorën, kishte vuaja. Ja hoqja dhe me ata. Hoqja si motor, ku ka morë, ky ka qenë smur, unë nuk e dija. Ti e more në fund për t'i shërbyer? E mora për burë prap më. Po pra, a ishte në momentet e fundit të jetës së ti? Nuk e dija unë. Nuk e dije këtë gjë? Ja. Por gjithsesi Zoti ta bëft mbar se ti i shërbeve deri ditën e fundit. E kam gjitha detet e kam bon. E ke dashur? Po. Edhe pse të tradhtoi? E kam lënë dhe me gojë, ku des që do futëm kej. Ja ke falur gjithçka në këtë jetë? Gjithë, edhe pa vdek. Ma ka kërku Allah bin Allah. Se e martu shumë vogël të dy.
Dhe këtu ndalemi, ta nisim bashkë intervistën e Dashur Tefta. Ke qenë e re kur e njofe Agronin? Po, unë kisha vllajnë, ky nëse vllajt e kishe vetin. Jam martu me dashuri. Mund të më tregosh si e ke njohur Agronin? Ti ke qenë e re dhe ai iri, bashkëpunëtar keni qenë, me sa kuptoj nga. Ky vit e ke nëse vllajt, tu shkosh e ke vllajt. Dhe ai filloi të gacmoj. Ai filloi të gacmoj dhe ti e pëlqeve, le të themi. Po, pru babajnë, familjen, nuk pranoj familja ime. se nuk Po, pranoj? ateshme. Po, fukarej, kështu kishim perspektive. Familja e të ndjerit ka qenë i varfër, le të themi, dhe familja nuk kërkonte që Nuk donte. të ndodhte kjo martesë. Unë e mora. Ai të rëmbeu, i ke... Po. A, ke ikur pa dëshirën e Me 2 prindërve. shtator jam rëmbe. Ke fiksuar dhe datën mirë. Nga mesi shtatorta, nga fundi ka vu kurorën. Por si ndodhi, ti nuk i pyete prindrit... 85-ës. Në 85, 2 shtator 1985. E dashuruar pas Agronit, që më pas u bë dhe babai i 2 vajzave të tua, ti ke nga shtëpia i të rëmbeu. Po nëna dhe babai si e pritën këtë, se besoj? Merdhen atje ke burri. Të falën. Lutë, më kanë rap. Të ka rau. Po, edhe që një daj se për rap. Që pse ja bëre ashtu, pse ike? Se në ato kohë dhe para gjukoshin. A, pak të rrugë për para, nga raca nonës. Po. Se babi a jardhën nga Vlora. Nga Vlora, babajnë e ka pasur Vlonjat. Po, nona nga Kamza. Por si ata erdhën dhe të ranë të shtëpia e burrit? Po. Vjerri aty, burri aty, vjerri aty. Po, si reaguan njerëzit e shtëpis, vjerri? Folën fare. Nuk folën. Por që ndodhi më pas, besoj, ata të falën? Ja. Vetëm babi më ka thonë, që më ka gjudë, babaj, laj dhe që një daj, nona dhe që një daj më ka gjudë, babaj më ka thonë që mës të kaloj rrugën e Kamzës. Se do i qoj për të finë të dy. Ka qenë i rept. Lab, ka qenë i rept dhe... Por, si a zbute zëmrën babajt? Se i kam që që në të mingi lashtadana shumë shpet. Po. Me vajzën e madhe. Po, sepse ti kishe një burrë dhe normalisht është normale. Motra madhe ndërhyvi ke babajt të zbut. A, ka qenë motra e madhe? Unë jam e dyta. A ka qenë ajo që ka e bërë ndërmjetën? E zbut i gjendjen që u bashko, u pajto. Nëna të kishte falur, le të themi. Nëna të falin, pa babaj. Ka zemrën më të butë nëna. A i sa mos të kaloja një rrugën asije. Edhe ku u pajtova me familjen, isha 3 mushem. 7 zënë, me vajzën. Besoj që në momenti që ke shkuar të shtëpia e babaj që e rikthyer pas 3 muajve, ke qenë më e lumtura. Pa lumtur. Dhe kështu marrëdhëniet vazhduan normalisht me babaj, me nënën, me motra dhe vëllezërit. Ndalemi tek familja Lami, aty ku ti shkove nuse. Ti jetove vetëm me burrin apo edhe me vjerrën, me të gjithë njerëzit? Kanë qenë 3 çuna i vajzë. Pa martuar. Nga burri. Po, gjithë një, flasim për kunetrin dhe kunatën. Jo, kunati madh ishte i martu. Po. Kishte 7 vjetë, nuk ishte fëmijë. Nuk, punë të Allahut. E qartë. Ky oj dyti, burrim. Po. Motrën e ka në Gjermani. Vllai tjetër ka motrën time, dvogël. Po ju që keni bërë kështu. 2 motra. Nga që pëlqyn më morë motrën tjetër. Ma ta vitve. E kuptoj që ka ndodhur. Krushi pas krushia u bot. Motrën e vogël, o dhe motrën tjetër. Pastaj... Por, ndalemi të këty, se ti shkove nuse për herë të parë, pastaj ka shkuar motra. Si të pritën si nuse? Mirë pa fukare. Në ato vite, le të themi, gjithë Shqipëria ishte e varfër. Flasim për vitet e komunizmit. Kështu që... Varfëria ka qenë e madhe për të gjithë shqiptarët. Vuja shumë pasaj. Vjera punonte sanitare. Po. Vjeri punonte ke magazina të roje. Por ju nuk undat nga vjeri dhe vjera, apo qëndruar... 8 vjetë jo me vjerën. 8 vite ke qëndruar me vjerën, ke qenë një nuse mirë, besoj. Unë po. Edhe ajo ka qenë një... Duroja. Jo, vjera ishte i qikë, ka ndrujet, keqë më si dhe. Po, unë duroja. Por pse, si sile e ndajteje që le të themi ti... Unë e vogël. Edhe nuk laja mirë me petë guri, me petë sapuni, që merë të nësanë të jo. Pa i latë, pa gjo, atërë s'kishte. Dhe të kritikonte? Më kritikonte, më bënte. Por besoj që ato kritika të kanë vletur në jetë. Ke qenë e vogël, le një mama, gjete një mama që të mësoj. Pa. Edhe pse nuk mund t'jesh ndjerë mirë. Pa. Por 8 vite ke jetuar me vjerin dhe me vjerën... Në hyrje. Në një hyrje. Kina qenë 3 çuna me hyrje.
Në ato kohë kështu kanë jetuar ngushtë dhe normalisht familjet e mëdhaja sjellin probleme, duam apo s'duam ta Dy dhoma pranojmë. ti kishe çuni madh i martu dhe unë. Nguzhin flete, 2 kunetrit, kunata, vjeri, vjera. Si ja dilin ato kohë? Se sot jetojmë vetëm me fëmijët dhe me burrin dhe na duket sikur ka shumë punë për të bërë. Po në ato kohë që jetonit ka qenë e vështirë, besoj. Se nuk ka patur as kushte. Si sot që ke lavatri, që ke gjithçka, vetëm me butona. Sot dhe prap gratë dhe nënat themi që jemi lodhemi gjithë ditën. Por në ato kohë ju jeni lodhur vërtet shumë. Shumë. Me 5 guri më botë gjakja dora. Kur fërkoje robat dhe... Sapus kisha i lartë, nuk kisha pita sapuni që meten sa ata jo kësë. Por marrëdhënia me burrin si ishte në ato 8 vite? Mirë. Ti e ke dashur? Mirë, edhe ai. Edhe ai të ka dashur sepse të mori me dashuri? Nuk ka trasu, ja. Në ato kohë flasim, nuk të ka trahtuar, po. Dhe ti e ke dashur. Por pas 8 viteve e dashur Tefta, ti u ndave nga vjeri dhe vjera. Po, me ekonomi. Po. Po në të njëjtën shtëpi jetonit? Po. Në të njëjtën shtëpi? Po. Por ndat ekonomin. Ekonomi. Kjo gjë solli diçka pozitive në familjen tuaj? Jo, me dëshirën aty. Po unë buja pra punë, guzhinën, banjën, koridorin. Por pse ti gjithkohës sa vjeri dhe vjera u larguan nga kjo jetë, ti me ata ke jetuar? Në të njëjtën shtëpi? Jo. Isha veç, ku kanë trut jetën jetë. Po prandaj po të pyes. Kur u ndave përfundimisht nga familje burrit dhe... Ku shkova në shkolla komunale. Në 90-ën u hap rruga. Po, u hapën dhe kufijt, le të themi, po? Sala pru ato që ishin të internu ke komunale. Po? Ca? E kuptoj, po? Dhe ju? Se e ka qenë shkolla komunale, shkollë. Që bëjshin kështu. Dhe në ato kohë dhe ju u zhvendosë zut një vend aty, një banes, le të themi dhe... Aty në gjithë. Dhe më thonë, pru ato jerë, që ishin... Të internuar të viteve të komunizmit. Ata që mund të ju gjithë. Dhe ti more burrin dhe shkuat atje, le të themi, dhe bët shtëpin tuaj. Sot një jetë dhe 2 vajza. Vajza ka lindë e madhja ke palate. Tek vjeri dhe vjera. Ndërsa vajza e dytë ka lindur tek... Ka lindë ke... Po. Te shtëpia që morët më vonë. Por, si vazhdoj jetesa jote me burrin? Ti në atë kohë punoje, a i punonte? Jo. Para se një demokracia ku ma qonë ushtarë burrin mu. I nuk ishte bërë ushtrin. Unë më la me vajzën e madhe. 13 mushte. Ti më the mua që a u martuat shumë të vegjël. Pra i mbushi moshën dhe i ku ushtar. Ti kishe lindur vajzë në atë kohë? Po, 13 mushet. Dhe sa e bëri detyrimin ushtarak? Sa ishte në atë kohë? 2 vjetë. 2 vite ushtria. E që unë në lushnje. Në parë gjenja, e ma e si tanë me. Po? Po i bëshin tolerimi nga që ishte familjari. Ishte bërë baba dhe vinte, shpesher takonte. Vinte, po. Po mirë, ato 2 vite, besoj kanë qenë vështira për ty, vetëm me vajzën? Po, vështira. Nëna dhe baba jo të mbështesnin, se dhe ata në Tiranë jetonin? Po, më mbështesnin. Por, ju vazhduat jetesën të lumtur, çfarë ndodhi, do më thënë, kur ti zbulove tradhin, pas shumë viteve martes, vajzat ishin rritur... Pas viteve, vajzat ishin kanë punë vetë, tradhia ka qenë kështu. Dera ime këtu, dera komshies tu. A i të ka tradhuar me komshin? Po, Liri e Vathi, komunale, jetonim. Ndoshta emrin e saj bëj mirë mos ta përmend? Jo, se kam frikë, kjo. Mirë, ju nuk e keni frikë, besoj juve ju ka dëmtuar në një farë mënyre. Por që, po, çfarë ndodhi me komshien? Kaloshin shumë mirë. Ti e kishe shoqe atë? Po. Komshie? Ishte kafe, musha ujnë, se po në të ke tregu ishte roba. Shkoje në shpinë e saj, pije kafe, a vinte shtëpinë tënde? Vitë ke mu, ishim diqim mipte, ipsha, kalot e mirë. Është shokuse, të mori burrin pastaj. Dite me burrin, pite kafe. I 2 3 fillun afrimiteti. Tjertë po kuptojshin, motrat që jetojshin aty e kuptun, më thanë në tefë që shumë goni dinme. A për kafe, se s'kishte burla jo. Ajo ishte divorcuar? Andame ku? E ndarë nga burri. Por, kur njerëzit po të thoshin që burri po del shumë për kafe me komshien, ti nuk i besoje? Jo. Pse vije dorën në zjarë për atë zonë? Për kafe, ashtu me burrata për kafe, s'kan gjinë për burrin ti me ka tjerë, kështu. Nuk e besoje? Jo. Pa me sytemi, ja. Me thëmë, ja. Kalun që mund,
pas ca gjëra që nuk më pëlqyn. Kur themi Filloj stofja nga mua. Unë isha smun atë kohë, po, e kuptote, se s'du të thënë. e qartë, probleme shëndetësore që kishe, po? Isha smun. Po, nga që pisha ilaçe, mori otonitet trupi shumë. E qartë, Më kupton? po? Edhe... Ti arrite të kuptoje çfarë, disa gjëra më thënë nuk më... Eruta. Por çfarë kuptove ti që nuk të pëlqyen disa gjëra që fillove ta ruaje burrin? Po nuk më pyste. Iktin të rekaja, e një motate. Nuk bite më lekë shpi, që bote punë zezë. Po note kështu kujtë. Pra, marrëdhënia juaj filloi të ftohej dhe gjërat të ndryshonin. Ndryshon. Dhe ti vendose ta ruaje burrin. Eruta. Si e ruajte burrin? Eruta kapa. Kur themi Në orën 1 natës ke dhoma saj. si ai u ngrit nga kreu. Nuk piva ilaçet, se unë ilaçe pisë. E qartë, ti ke qenë e sëmur, por falë Zotit je mirë tani. Dhe dua të të uroj jetë dhe shëndet dhe mos pas Faleminderit. asgjë të keqe, dashur Faleminderit. Tefta. Por si, ti në orën 1 të natës u ngrite dhe nuk e gjete në krevat. Pa. E rënd. A pa derën? Jo, e pa qyrë kja, e më gjova. Bëra si ku gjumë. E qartë. A i kuptoj se, Ti isha në gjumë. së një shamo, në topat. O, hyni, hapi derën, hapi, hyni. Unë, ula në divan, në menova e qatë bëj. Menova e. E fort e qartë. Qitave dy vajza. Qatë bëj, qatë bëj. Ma një më këmë shqitë. Nuk vajte Se i ishim trokite në dende. derë? Jo, fare. Fare. Po, shkova ki këmshia. O mos dhe thash të punë, njërës. Ikbe vë të vajqë. I erdi burë sa, se ka lokal. Në ato, 12 I tha burë dhe shumë e tetën se do po që që ka sa. Ma mori me ma në vërim se kire shumë respekt për mu. Unë zdoja. Më qojke dhe ma vetë nga fundi, myllu dhe në koridorit. Ka tret. La moja të doli shpejt, mori putë, kishte i kaj. Kja hapi derë. Kja. Këmë zori ky, ishim bë ma në vrimet. A ju këthyë në shtëpi? Jo, iku. Dhe nuk erdi më në Iku shtëpi? ke në vetë. Atë natë, iku ke në vetë. E qartë, pra komshia të ka ndihmuar që ti mos Që më shkoje shkoje në skenën. skandal. E qartë, mos shkoje skenën kur ai të dilte nga shtëpia e saj, se ishin dyert përballë me njëra tjetrën. Ja thash tuk puna. Lete si se më. Por çfarë ndodhi më pas, e dashur Tefta? Ti ngele me dy vajzat, ai iku tek nëna. Jo, vajza madhe ishe martume. Vajza ka qenë e martuar. Pa. Por ai iku te nëna, qëndroi te nëna. Atë natë, po. Po më pas u kthye? Ke mu ja. Por ai si e vazhdoi jetën, i ndjeri? Neti na 2 muaj aty. Dhe nëna e me vet. qera. Jo, ke kjo. Si erdhi komshi me ty? Po. Filloi jetesën me zonjën. Po. Po kur hapi ti derën dhe shkëmbeheshit? Qatë bëjo? Qatë bëjo? Por pas asaj tradhtie që ti e kape në orën 1 të natës, ti nuk u përballe asnjëherë me burrin tënd, nuk u përballe për U të përballa, ma te me burrin. Se shumë. nuk të kërkoj as falje, as gjë? Jo. Iku me qera, nga aty. Iken 8 muaj me qera. Pra, qëndroi 2 muaj afër, e pa që ishte e vështirë të jetonte aty dhe u largua Iku 8 me zonjën në fjalë. Me qera, po. Punotëm atë ke pesa me roba. Shqyqër në roba. Por si vazhdoi jeta jote në atë kohë? Besoj kanë qenë vitet më të vështira. Shumë vështirë. Vinte i takonte fëmijët ose fliste me vajzat e veta? Jo. Babaj? Jo. Po Nuk e vajzë. lete kjo. Nuk e lete. Nuk e linte, as të fliste me vajzë. As me një. Mirë me ty, e As me kumshitje. Tu i tako të rrugës. Nuk e lente. por vajzat nuk e kërkoni babajnë të flisë me babajnë e tyre? Ne kërkojshin. Po nuk i desha. Pastaj unë fillova divorcin e ndava. Por, do ma tërgosh dhe divorcin, por pse vajzat nuk i le? Aj shumë të lëndoj sa pengove dhe vajzat? I në trova numër vajzat. Në fakt, tuk e gabuar pak. Jo, nuk. Se ndoshta Tefta Indjeri Agroni
gaboj, të tradhoj ty, dhe gabimet një dit i lajnë të gjithë njerëzit, vajzat ishin të pafajshme, si që të kanë ty nën, kanë edhe atë baba. Kështu mendove në ato kohë. Por më pas ato rilidhën kontakte me babajnë. Me ata po. Sa vite qëndroja i me këtë zonjë? Po, ku ty pra shumë shpet. Rreth një vit? Vite sa, me 8 mars 2012 në zi që e ndërjet. E qartë, por ti me njerë ju drejtove gjukatës të bëhe divorcin? Pa, mena 2 muajve unë divorcin. Pra në ato momente ti nuk doje as ta fali, as gjithë, Jo. Ti jepje fund gjithë shkaje. Oj, kam qenë pa ditë. E qartë, si e pritja i divorcin? Nuk ardhë, nuk o parë që ta se e në gjukatë. 3 herë. Në gjyqën 3 të morë vendimi. Dhe u divorcove? Pa, erë vendimi kini. Çfarë ndodhi më pas? Vukurora jo, prije me këte. Pas divorcit vuaja. U martua direkt me burrin tënd. Kishte vuaja. A ka më vesh, mrapa që ka vuaja. Po kishte pyta jo dhe e kishte vu. Por si vazhdoj jeta jote? Do më si e riktheve ti burrin në shtëpi? U ndave, të tradhtoj, e divorcove, ligjërisht, si e riktheve në shtëpi? Ma, prekëshe shumë vajzët. O ma, se po fillote, po u të pëson të kjo. E u bo pishma mrapa. U bo pishman që... Pa, ma ka thonë, ka mora. Por pse nuk... A i u dashurua me një grua që ajo nuk e trajtoj mirë dhe qëndruan shumë pak me njëri tjetërin. E shfrytëzote. E shfrytëzonte për punë. Unë e lash kastile, e ndava, ta shikonte kush e do më shumë. Unë, apo ja. Ajo arriti që e futin dhe. Por pse u ndaj me atë? Do më në çfarë ndodhi? E mora unë, mëj. Po si e more? Me dhunë, si me mori, e mora. Po. Tefta, si me dhunë, vajte i the do vish tek mua? Po. I vajte në shtëpi? Po ishte bo pishmon kë. E pra, le të themi... Kishin bo lafe, këto ishin zi, që shkuke në ma vetë, a ti kishe motrë, no? Se kështë vajtur motra juaj nusen... E martu me vajnë tjetë. E agronit. Më lërë më motra mu, se ma isha më ofert kastile. Por ti brënda vetes e doje? E doja. Edhe pse i të kishte të ratuar? E doja, unë kom qenë elmova vetë pive e letët. Mos t'i temi këto gjëra transmetim dhe falë zotit je një grua e fort, ja ke dalë. Nuk të paragjykon as kush për atë që ke bërë. E ke dashur, e ke pranuar. Motra të njoftoj që ka ardhur agroni këtu. Po tha, është pak i gritës këtu. Më t'ka bo lafe ma të e thashëm. Pra, a i jeton dhe me grua tjetër, ti prap të vinte keq. A ditë për që kishin bo lafe, që shkuke në në vetë. Motra shep, shumë të mërgjitur dhe të gritsur. Me shënja në fytyrë, po? Kishin bo lafe ke të shqit roba, pazar. Po? Unë thash, ajo nuk i folte për atën tim. A ti folte, motra i me ja. E qartë. Motra ma të pajnë, mu vlaj ma të nga vlaj. Keqen motra e ote për atën tim që e qik telefon. Nuk folë që disa morete. Ja që ajo, tha, nafa, kusho, të do pak të eftë. E morë. Alo, me gjuzoni. Alo, thash, që ke? Ke bëllafe? Më thujtë vërtetën, thash, ke bëllafe? Kush ka grisë? Po jo, aniti. Fike telefonin dhe po të mori ajo telefonit tjerë t'i fikë. Dhe nuk ke për televizja në ajote, se çdo gjë i rregullove gjërat. Mëse nisë, e nezi do gjë shti Belani, thash. Se meta, prap. Pra ta këshin bërë dhe ishte larguar, le të themi. Kishin konflikte me njëri tjetër. Se meta, prap. Dhe ti çfarë bëre? Vajtet e ish vjerat e shtëpia atje dhe jo, atë notë jo. Po? Për atë ku erdhit nesme nga puna, nga tregu, sa atë notë edhe e se erdhi aty. Po? Ta nesme ku erdhi nga tregu, i në rafë. Si e një rafë? Pa floksh, me grushta. Me nusen e dy? Me atë pra. Të ndodhi në rrugë? I dha shurdhën, fikë telefonin, ishe qato amorte, e fiku kë. Ishe ti ajo që e godite e para, besoj? Pa normale, unë atë e pëpritëshe, buke dhere. Pra sherri ndodhi në rrugë? Jo, kyrja. Te kyrja, le të themi jo në balë për balë dherës. Thare, nuk ke punë mo me agron, bje kartën e burë tu. Ta japë,
s'kam nevoj se i bëj tjetër për 2 ditë. Ma e thash, pi i lëngur. Edhe me se merë ma në telefon, goni, thash, se do gjithë, ka 3 do të por, do të kallut në dinamishë, thash. Por Agroni ishte vetë aty kur ti... Ke nëna vetë pra. E dëgjoj sherrin dhe... Jo. Dhe ajo iku. Ti e rave atë ditë edhe iku. Nodhin darë ki ke punë. Po. Prita, mas dite ku erdi nga puna, u bo kjo gjest me te. Po. Iku atë natë kjo rëpë të vetë. Mora në telefon. Motën se kjo e ma që fikse se e mata. Thash, thuj gonë 3 aty. Nese, thash, vike shkolla bashkume, ke kafja, fillon vën e presu, pimi kafe. Edhe, po i kishte ju frikën palë nga jo. E kishte shfryzu shumë. Pa hongër, pa pi, pa Dhe ti pive kafe me ish burrin tënë, se ishe ndarë, dhe vendose që ta merje në shtëpi. Po, më. E mori në shtëpi dhe a i të kërkoj falje. Jo, falje normali që më ka kërku, po nuk e dje që o smuri në ratë parë. Se po ta dje që ishte smur nuk do ta merje? Do ta merja, po do ta merja më shpejt. E qartë, kuptova, da i ta bëra këtë pyetje. Pra, a ishte dopsuar se ishte shfaqur po smurja në të trup? gjithësin. Por, si ka qënë ajo ditë kur ti e more në shtëpi dhe si të kërkoj falje i ndjeri? E mora, i bliva gjithë robot. Qa robot s'kish ka e se e mora. Ja bliva vetë gjithë 3. Sa shumë e pas ke dashur. Shumë. Dhe mbjen kesh është larguar nga kjo jetë dhe të kalën vetëm. Edhe temperatura për jute, 37 gjysë, nuk më pëlqejo temperatura. Me qëfar sëmundje u diagnostikua? Me kancer mushkëri. Me kancer mushkëri dhe sa i ri në mosh për të larguar, ka qenë vetëm 24 vjeç. Por a i që kur eri të shtëpia jote, le të themi të kërkoj falje dhe ju e nisët jetesën bashkë. Jo, është koha e bëra, thash, o gonë kjo temperaturë nuk më pëlqejo. Pra a i erdi i sëmur në shtëpin të? Po? Nuk më pëlqej, thash. Do që të bëj një grafi. E qava po në grafin të këtë gjyshi. Më thiri mu, që a ke burri, thash. A ka mundësi, tha. Sa më shpejt sanatarium, të në gjendit kritike. Se thash ka në efto fjetërën, ka ishtë dytë, tha. Ishte vitiri. Një javë parë vitiri. E kam qunë sanatarium. Qa vitiri e kam bëhë mata. Qëtë mikë me datë një. Vetëm një mikroje ishte. Nga momenti që u diagnostikua me sëmundjen e rëndë, edhe sa jetoj Agroni? 3 muaj. Pra, në momenti që e mori në shtëpi burrin, a i vetëm 3 muaj jetoj? Po nuk e majtë aty, ke në vetë. E kisha më kushtë aty, më zire. E qove të nëna e ti dhe aty i shërbeje. Aty. Ato kanë qenë 3 muajt e fundit, ndarja, le temi mes teje dhe Agronit. Ishte kuror më atë. Ishte se morë. Si t'ja bëjë. Nuk i dite shpirti pa e kurorë më atë. Jam eksi motor, kam bo një prokur ke gjukata, 60.000 lek, kam që gjithë dokumentat. Ke bëra biopsin privati 100.000 lek e gjitha, doli femër, sa ta zesta. Nuk i bëjmë asë ndëryrë, thënë doktor, so faza funit. E qartë, nuk i shpëton të do. Vetëm më fini bëjshim e qëtësuse për më shkryt. E qartë, është të kuptoshme, po? Në gjukatja me kësi motor, kam bo një përkur, që me lete gjyqë sa më shpejt t'ja heksha. I ke bërë dhe këto, Me 10 shkurt, ka me kurorën, të shitha shkesi zezë tata prapë, më kapi puthit, me 8 mars në drëjetë. Dhe i pa arruar qoftë. 8 marsin e këti viti, janë bërsh plot vite që a i është larguar nga ty. Te kam bo, jam e kësi motor. Por jam e sigur që dhe a i të ka dashur, për po se gaboj. Po, më ka thonë, nuk kam qenë gonë jo 3 muaj në trunin tim. Mëra pa i kom ramurit me kokë që kam bo, që shkatrova familje. A do më bëshë halal, që të kam bo. Halal o kemë, të falgujot i qinerë më. Halal o ke. Ti ja fale? Po.
që ai të shkonte i qetë në botën e përtejme. Dhe besoj që... Unë i bëra pastaj gjithë manovrimet dhe arrimet e gjërat e varrin, e gjithë. Ish gruaja nuk u paraqit më. Jo. Ishe ti ajo që e përcolle në banesën e fundit. Unë. E din gjithë. Nga momenti që Agroni u largua nga kjo jetë, vajzat pan jetën e tyre, ti nuk do t'i përmendësh sot vajzat. Jo, fare, vetëm për jetën time. Ato nuk duan të kenë një kujdesje për ju, nuk do t'i përmendim dhe është drejta juaj, ti ngele e vetme, u riktheve të shtëpia jote. Pa mur 20, se ne kina 7-20, kina 10, te dhe. Të gjithë shqiptarët i kanë. Kam yp taksist, ka shkum komunale. Nuk ndodhi, aty ndodhi motra saj aty. Thashëm gjo. Pas nesë më mush burri 20. Mas 2 ditë më ke këtu. Erdha e gjeta këtu për balë derës time, është e deminume. Pse ajo u kthye, se ishte komshia jote. U rikthye te shtëpia e saj ajo. Dhoma ime, dhoma saj. E qartë, e kuptova. O të hiki ka këtu, ose të bëjnë e dërman. Se kam thonë jetës hik. Për 2 ditë, pa hiku, kishte hik. Ku kam shku mas 20-ave, nuk e kam. Nuk e ke gjetur atë. Ja, kam gjetur. Ju riktheve në dhomën tënde, në shtëpinë tënde e vetme. Kërja me burri. Por jeta u bë më e vështirë për ty. Humbja e Agronit ti e ke përjetuar shumë. Normal. Këtë gjë. Ka qenë e vështirë sepse nuk e pasur dhe një ekonomi të mirë. Ja. Si është sot jeta jote e dashur Tefta? Shumë keq. Tërmeti na shkatëroi fare. I viti 2019. Nëntori viti 2019, ato banesa kanë qenë të vjetra, le të themi, të kohës së komunizmit që ju i rikthyet në shtëpi. Ka qenë më vu. Po, në vite shumë përpara. Disa erdhën punë ato, policie bashkiake, erdhën kurat tërmeti që doli e pabanushme, na çun ke sociali. Po. Një mu, disa na dhanë bonusi 180 lekë. 180.000 lekë. Për qëra, ti ke marrë një shtëpi me qëra që të... Mesha, kom du 7 shtëpia. 7, i dhëm pa kushte, i dhëm me kushte, i dhëm këshu, i dhëm ashu. Ka të bësha? Por, ju keni pension, keni dalë pension? Jo, besoj. Dola. Ke dalë? Po ku dola që më nëzori Irena, po nova 3 vjetë pasur i shtetit, ra demokracia, u shumë dërmarjet, 3 vjetë punë e kisha. Po jam i valite punë me librez. Me librez, pra merë një disa të ardhura në muaj. 130.000 lekë. Këto janë atë ardhuat e të vjetra. 130.000 lekë të vjetra. Shumë e cila nuk të dele, sigurt. As për drita, as për ujë dhe jo për ushqim. Llogarit e vetim. Ju e keni menduar, po ta bëj si pyetje, pa u lënduar dhe u ofenduar. E keni menduar që në kushtet në cilat ndodhesh, je e ve, ke humbur bashkëshortin, 2 vajza që nuk e kthejnë më kokën pas në Shqipëri. Ka një të vetë. E ke menduar të shkosh në një stres, në një shtëpi të moshuari? Jo, s'duhet më shumë. Pse të shkoj kë më shumë? Pse brez juaj e ka kaq frikë? Ra tërmeti. Azilin, e keni kaq frikë të shkoni në azil? Jo, s'duj azilu. Ra tërmeti, më dhanë bonusin, si gjithë. Po, bonusin e qëras? Mesha një dhomë me qëra, jetoja. E prenë bonusin, para, se ka 6 vjetë që ka rata. E qartë, po? 5 muaj, ngela. Por, sot ku jeton? Me qëra. Po, qëran ku shta paguan? Ma lidhen për prit. Ta lidhen prapë? Ma një muaj bashkia, po? Dhe falenderoj shumë të shoqatën, visi e qynemin me avokat. Edhe unë i falenderoj gjithë njerëzit që bëjnë të lloj ndihme sa për njerëzit nevojë. Me live me internet, të më gjerë gjonët, dokumentat. Të kanë ndihmuar. Shumë, i falenderoj. Por, sot ti e dashur Tefta, çfarë kërkon? Unë kërkoj shtëpinë. Kërkon nga shteti një shtëpi. Bëra dokumentat përke... Po kur u bën ndarja e shtëpive të ndihmës sociale, ndarja e banesave... E bom ke i se njësi pa i dërzumë. Me 9 janar... Nuk përfitove një shtëpi në ato kohë? Ja, me erdhi oke, ja. Se s'ke për i letër. Për shkak të dokumentave? Për një letër. Po mu i qova para kohë, me 9 janar. Dhe i shkurt kisha fatë. Por përveç shtëpis që sot ta paguajnë e dashur Tefta, se të kanë ndihmuar atë qëran. S'ka rësi, më nimon që një gocëm.
Po, jo, nuk po flas këtu. Nesër mund vide i rrimë. Po, nuk po flas këtu. Gjithë problemi është që ti trajtohesh me një kemp që është qesharak, që ty së del edhe për ushqime, për ilaçe, për vizita, për gjithë shka. Çfarë të kanë thënë institucionet? Njësje ka sa si gjë. Si asnjë gjë, U prej bonusi u dolla me lip se më zorri për nari jashtë, banese. Do të qiran. Dolla me lip, eri policia bashkiake, lamu 104, jo po 3-4 herë. që morën masa dhe të dhanë Që u ditë bonusi. i qeras. Më një moj kyshe që atë shumë me dokumentet, me avokatin, që u lidë bonusi. Por shtëpia që jeton është pak të në kushte të mira, kjo që keni marrë me qera? Të mira, mirë jam. Që ti jetosh mirë, mirë, të jo. bësh një jetë të shëndetshme. Jo, mirë, jo. Jo, po mirë. Për dhe se mirë, hajtë. Unë uroj dhe shpresoj që njësia numër 4 të na ndjeki në këto momente, është fatale nëse ta presin sërish bonusin e qeras, Nuk ka fajta. sepse, jo, po kush e ka prej fajin? gjithë. Po, faja një institucioni shteti e ka. Nuk e di. Një nën, një grua e ve, një nën e vetme nuk mund të lihet në rrugë, të lypi dhe të plej jashtë. Prandaj janë institucionet, prandaj janë bashkit në përqytete, të marrin masa për ta njerëz. Vetëm 16 veta, qa të ardhur nga vdora, mapa shumë vitve që kanë ardhur. Fati atyne, nuk kam i natë. E qartë, e kuptoj. Kupto? E dashur Unë du Dekta, shpi. ne jemi të dyja këtu në transmetim dhe për Dokumentet i kam tu. dhe jam e sigurt që i ke sjell me vete. Ne ishim të dyja këtu në këtë transmetim, ju rrëfyet jetën tuaj, një jetë te të vështirë, por më vjen keq për atë që dëgjova ditën e sotme, më vjen keq që ke ngelur vetëm dhe kërkon ndihmë. Unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet nga studio e emisionit Pa Gjurmë, të ketë plot njerëz që të të ndihmojnë dhe mbi të gjitha institucionet shtetërore, dhe unë sa herë thirrjen e bëj për institucionet shtetërore, ato të cilat e kanë përgjegjësinë për qytetarët e këtij vendi, ti ndihmojnë, dhe sidomos për nëna, për gra, që kanë humbur bashortët nga kjo jetë, kanë ngelur të vetme, të marrin masa për t'i ndihmuar. Por, po patjetër. Erdhi Edi Rama në ligjë. Por unë nuk dua të hyj politikës. Jo, futa librezat që doli urdhë për dritat që fillon të i la. Po, e qartë. Komunale, se nuk i lajshin. Po. Nga 25.000. 2 libreza marova nga 25.000. Pastaj doli urdhë kushoj valite 12.000. Fillova me 12.000. Ja kam thur gjithë e në velisu, ishte në bashkia të. Ma ka këthy 2 përgjigje, i ke këtu përgjigje. Por, do t'i lexoj me vëmendje. E dashur Tefta, dua ta mbyll me një mesazh. Një mesazh që ti i drejtohesh institucioneve që janë duke na ndjekur. Çfarë do i thuash ditën e sotme, se ti ke ardhur me një qëllim në studio? Po. Kush është qëllimi juaj? Qëllimi me unë për shpi, du shpi. Ti kërkon një banesë nga bashkia e Tiranës, sepse je në situatë të vështirë. Shpi. Mirë, unë të falenderoj që të pata në studio, ne do metemi bashkë të dyja në kontakt, ne do bëjmë të pamundrën për të ndihmuar dhe të uroj jetë dhe shëndet. Rrafsha Dekta, po bëj diçka për mu. Për shpi. Do mbetemi kontakt. Ja fjalën që çfarë unë kam në dorë, do t'a bëj për ty. Faleminderit. Po, pate pak më shirë për mu. Vetëm shpi du. Se jam e fuqishme, jam. Kam që negocë, ishe 2 vjeqë, por no, e pagu dhaj, s'to problem. U boft me mira, e dashur Tefta, u boft me mira. Mirë, me historinë e Tefta Lami, dashur miq, të kësaj 57 vjeçare,